Si duhet tani ta përjetojmë në familjet tona këtë atmosferë në Ramazanit, apo si ta shndrojmë shtëpinë tonë në formë ibadete apo adhurimi? Familja është e shejtë, përmendet edhe ju këtë në fillim, nuk besoj që pos fesë njeriu ka diçka më të shenjtë se sa familja. Dhe një dhunti e madhe që e ka dhuru Zoti përpos dinit, imanit, besimit që e ka në Zot përpos familjes. Edhe familja sot është duke u ataku mas shumëti se asnjëherë më parë. Familja është duke u në përkëmbë qëllimisht ma shumë se sa kur më parë. Ne të gjithë i dim këto fakte dhe jemi në ngjarje, jemi në rrjedha dhe kur e dim se fëmijët tanë, familja jonë është e rrezikume për mu shkatru, atëherë Ramazanin e gjejmë si rast dhe si pretekst për me e kompletu, për me e ribashku familjen, sikur ato në për liçej shotat që i shkojnë zoshtë e vetë për mas asaj nanës vetë të i përthakon me kritë të saj, dhe ne e shfrytëzojmë Ramazanin për me e ri më këmbë institucionin e shenjtë që quhet familje. Pse po e them to, e thash edhe në xhami sot më duket, dhe po e përmend edhe këtu. Jashtë Ramazanit ne familjet i kemi të shpartallume. Puna, angazhimet, shkollat, gurbeti, Prishtina, dikush në studime, dikush në punë, dhe familjet janë të ndame. Dhe rrallë herë ndodh që në një familje më ult në sofër të iftarit të darkës të gjithë familja, e këto na mundson iftari, na mundson Ramazani. Mi pas të gjithë antarët në një moment, në një çast, në një tryezë, në një vend. Andaj secili kryefamiljar e ka pak më shumë obligim, baba, gjyshi, kryefamiljari, kushdo qoftë, për me i fol fëmijëve, me ju fol trive, me ju fol familjarve, që me e shndru shtëpinë në një vatër të ibadetit.